Ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit për mbetjet pritet që të ndryshojë mënyrën se si bizneset shqiptare do të menaxhojnë ndikimin e tyre në mjedis. Në kuadër të integrimit evropian, ai shihet jo thjesht si reformë, por si detyrim që kërkon angazhim institucional dhe investime nga sektori privat. Përfaqësuesi i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Ilir Pilku, shprehet se vendi prej vitesh përballet me probleme serioze në menaxhimin e mbetjeve. Kemi parë problematik shumë edhe nga mungesa e edukatës sonë, po edhe nga mos menaxhimi i mirë i atyre që e kanë pas deri tani si detyrim të bëjnë këtë menaxhim, u zgjodh para disa vitesh që t'i ndajmë ato plerat kur t'i hedhim shishen, plastikën, kartonin e të tjera, sipas ngjyrave përkatëse dhe ne nuk e bëm atë. Pra dështuam në mënyrë më të suksesshme. Ligji prek një numër të madh biznesesh, ai kërkon ndryshime në trajtimin dhe ndarjen e mbetjeve, si dhe investime për përmbushjen e standardeve. Industria do të jetë e detyruar të bëjë ndryshime, reflektime që lidhen me ligjin, pra do të thotë kosto investuese. Një pikë kyçe është raportimi. Pilku thotë se bizneset duhet të deklarojnë sasinë e mbetjeve që prodhojnë njësoj si për tatimet. Mendoj që ne do përballemi me shumë sfida, se nuk është më përzgjedhje. Kjo është detyrim. Bashkitë tashme do ta kenë detyrë. Dhe patjetër që duhet vendosin modelin që duan të operojnë në lidhje me ligjin. Sipas tij, zbatimi i ligjit kërkon koordinim mes qeverisë, bashkive dhe sipërmarrjes. Pa këtë bashkëpunim, sfidat do të jenë të shumta. Sa kaq, përfaqësuesit e biznesit thonë se informimi mbetet hapi më i rëndësishëm në këtë fazë.